Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Rrugu që të gjithë e mbajnë në sekret, jasi të largoni erën e gojës në vetëm 5 minuta. Dështimi për të mbajtur higjienën e gojës mund të themi se ju ka në bërë të humbisni gjysmën e shëndetit. Fryma e keqe është e pranishme në njerëzit të cilët rregullisht lajnë dhëmbët, por ajo mund të jetë pasojë e mospastrimit të mirë duke mos larguar bakteriet. Në dyqane ju mund të gjeni miliona produkte që eliminojnë erën e keqe, por këto produkte nuk janë në gjendje të largojnë përfundimisht dhe përveç se kanë shumë kimikate, janë edhe të shtrenjta. Prandaj një zgjidhje mund ta keni edhe në kushtet e shtëpisë. Përbërësit që ju duen janë një filxhan me ujë të ngrohtë, gjysmë lugë kanell, një lugë çaji bikarbonati, një lugë çaji mjalt dhe 2 limona. Përzieni mjaltin dhe kanellën në një shishe dhe pastaj shtoni lëng limoni. Pas kësaj shtoni një filxhan me ujë të nxehtë dhe i përzieni mirë. Kështu do të merrni edhe një zgjidhje më të mirë kundër erës së keqe të gojës. Më shumë se 50% e popullatës të përgjithshme përballet me problemet e erës së keqe të gojës, të njohur si halitozis, e cila mund të jetë e sikletshme dhe mund të ketë një ndikim psikologjik tek personi. Ky fenomen shpesh bëhet i diskutueshëm kur një person ndihet i pakëndshëm gjatë një bisede me të tjerët, shpesh duke u përpjekur të mbulojë problemin duke vendosur dorën para gojës. Megjithatë, era e keqe e gojës mund të lindë nga shkaqe të ndryshme duke përfshirë konsumin e disa ushqimeve si qepa, rritja e sekrecioneve nga goja, për shkak se mund të jenë edhe sëmundje metabolike, duampirja, konsumi i alkoolit si dhe higjiena e dobët e gojës. Një nga mënyrat natyrale për të hequr qafë erën e gojës është përmes konsumit të karrotave, të cilat mund të kenë efekte pozitive në shëndetin tuaj oral. Karrotat, për shkak të strukturës së tyre përmbajnë fibra, mund të veprojnë si një furçë natyrale për dhëmbët duke ndihmuar në heqjen e pllakave dhe gurzave nga dhëmbët. Gjithashtu karrotat janë një burim i pasur i vitaminës A, K dhe bioten, të cilat janë një forcë e mirë për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Ndonjëherë disa ushqime mund të jenë shkaku kryesor i erës së keqe të gojës. Prandaj mund të zgjidhni erën e keqe të gojës duke larguar këto produkte ushqyese. Megjithatë, era e keqe e gojës mund të ndikohet gjithashtu edhe si pasojë e higjienës së dobët orale. Për të siguruar një mbrojtje më të mirë të gojës dhe për të siguruar gjithashtu një higjienë më të fortë të saj, duhet të siguroheni të zgjidhni sa më shumë produkte natyrale, të cilat mund të ndikojnë pozitivisht edhe në shëndetin e gojës suaj. Prandaj, për të siguruar një mbrojtje më të mirë të gojës dhe për të larguar halitozën, duhet të zgjidhni produkte sa më natyrale, të cilat ndikojnë në drejt për së drejti në higjienën tuaj të gojës. Prandaj, përveç larjes së shpeshtë dhe pastrimit të gjuhës, ju mund të zgjidhni edhe produkte natyrale siç mund të jetë për shembull edhe kosi. Nëse vuani nga era e keqe e gojës, kosi mund t'ju ndihmojë shumë në këtë aspekt. Bakteriet e shëndetshme të pranishme të kosit, të quajtur Lactobacillus, mund të ndihmojnë në largimin e bakterieve të këqija nga goja, të cilat përfundimisht mund të punojnë për të rënduar erën e keqe të gojës. Probiotikët janë të dobishëm në reduktimin e erës së keqe të gojës dhe do ju ndihmojnë për një higjienë më të mirë. Farat e koprës. Këto janë produkte si freskues goje dhe janë përdorur për shumë vite. Ato ndihmojnë në frenimin e frymëmarrjes së keqe dhe kanë një shije të ëmbël. Ato përmbajnë vajra esencial aromatik që japin freski frymëmarrjes suaj. Çaji jeshil. Ky është i njohur gjithashtu si një nga ilaçet më të mira ushqyese për të larguar erën e keqe të gojës, pasi ka veti të mira dezinfektuese dhe aftësi për të aromatizuar gojën. Këto veti ndihmojnë në freskimin e frymëmarrjes. Ju mund të krijoni 2 filxhan çaji dhe të vendosni në frigorifer gjatë natës. Të nesërmen në mëngjes, hidheni në një shishe dhe pijeni gjatë gjithë ditës. Largoni erën e keqe të gojës me përdorimin e sodës së bukës. Bikarbonati i natriumit mund të ndihmojë në largimin e bakterieve të këqija të pranishme në gojë. Për të bërë gargar me sodë buke në shtëpi, shtoni 2 lugë çaji sodë buke në një filxhan me ujë të ngrohtë dhe gargara juaj është gati. Tani rrotullojeni rreth gojës për rreth 30 sekonda dhe më pas e përshtyni. Ju gjithashtu mund të përdorni pasta dhëmësh të disponueshme në treg që kanë sodën e bukës në pastrimin më të mirë dhe rrënjësor të dhëmbëve. Portokalli gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë. Për shumë njerëz që vuajnë nga era e keqe e gojës, nuk prodhojnë mjaftueshëm për shtyp.
Kur nuk ka përshtyme për të larguar bakterier dhe erën e gojës, ajo shkakton erë të keqe. Kur vi në portokallë në shtëpi, ky frut ka sasi të lartë të vitaminës C të pranishme në to, të cilat mund të rriten në sasinë e prodhimit të përshtymes. Rritja e prodhimit të përshtymes mund të ndihmojë në largimin e erës së keqe të gojës dhe të ndihmojë gjithashtu në një higienë më të mirë. Konsumi një gote me kosë çdo ditë redukton nivelin e aromës së keqe të gojës. Efektet e mira të kosit vijnë për shkak të probiotikëve që ai përmban. Uji është ilaçi natyral, burimi kryesor i mirëqenies së organizmit, përfshirë këtu edhe shëndetin e gojës. Konsumi i ujit ju ndihmon në largimin e mbetjeve, sidomos atyre ushqimore nëpërmjet dhëmbëve. Pirja e ujit nxit prodhimin e salivës, elementi që vepron si një agent pastrues në gojën tuaj. Majdanozi dhe borziloku, të dyja këto përbërës ndihmojnë shumë në largimin e erës së keqe të gojës, sidomos kur konsumoni hudhra ose edhe qep. Ideale për përfitimet edhe më shumë vlera, kombinimi i hudhrës ose qepës me këto dy erëza gjatë konsumit, mollët dhe spinaqi janë dy përbërës fantastik në largimin e erës së keqe të gojës. Mollët mund të konsumohen në çdo vakt ushqimor, por edhe në mëngjes, ndërsa spinaqi rekomandohet të konsiderohet i përgatitur në sallata ose në gatime të tjera për të marrë edhe një largim më të efektshëm të erës së keqe të gojës. Era e keqe e gojës jo vetëm që na vjen në siklet, por mund të jetë edhe shenjë ndonjë problemi serioz. Edhe pse në shumë raste nuk është, shumë njerëz mendojnë se ky problem mund të eliminohet me larjen e gojës, por në fakt jo. Larësit e gojës përmbajnë në të shumtën e rasteve përmbajtje alkolike, kështu që konsumatorët duhet të kenë kujdes pasi aty ka rreth 27% alkool. Me shumë mundësi, era e keqe e gojës mund të shkaktohet nga diçka që keni ngrënë ose ndonjë bakteri e gjetur në gojën tuaj. Një koncept i gabuar për erën e keqe të gojës është se thuhet se buron nga zorët ose stomaku, dhe kjo nuk është një mit. Era e keqe e gojës vjen nga pjesa e pasme e gjuhës ose nga fyti. Aty prodhohen natyralisht bakterie që shkaktojnë frymën e keqe të gojës. Kur zgjoheni në mënyrë të njantshme në mëngjes, kjo mund të jetë gjithashtu edhe me një erë të rritur. Por në dietën tuaj mund të shtoni disa produkte, të cilat ju ndihmojnë në largimin e papastërtive dhe në një higienë më të mirë të gojës. Një prej tyre është edhe majdanozi. Majdanozi nuk është thjesht një erëzë për zbukurim, pasi mund të përdoret në mënyrë efektive edhe në trajtimin e erës së keqe të gojës. Majdanozi është i pasur me klorofil që përdoret për të neutralizuar frymën e keqe, të tillë si aromatizues. Mund ta gjeni atë edhe në mutacione të ndryshme biologjike ose kimike brenda një substance. Nëse përtypni pak majdanoz, ju mund të trajtoni në mënyrë natyrale erën e keqe. Zgjeni pak majdanoz dhe karafil, e lini të ftohet dhe përdorni atë si larës për gojën. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për higjienën tuaj të gojës është edhe limoni. Kjo teknik është efektive kur vjen puna për të trajtuar frymën e keqe që vjen kryesisht nga hudhra dhe gjithashtu edhe nga qepa. Hidhni një fetër limoni ose shtrydhni një limon të freskët në një gotë me ujë. Më pas, thjesht pijeni ose bëni gargar. Nëse nuk jeni të aftë të bini, thjesht vendosni një pikë me lëng limoni në gjuhë. Limoni do të stimulojë prodhimin e saljavas që do të ndihmojë në luftimin e erës së keqe. Një zgjidhje gjithashtu më natyrale se uji nuk ka. Një gotë mund të ofrojë edhe shumë përfitime në higjienën tuaj të ditës së përgjithshme. Të pini të paktën 8 gota ujë në ditë është mënyra më e mirë për të mbajtur aktivitetin e bakterieve në minimum dhe të reduktoni kështu frymën e keqe të gojës. Shpesh njerëzit që kanë si punë të përditshme të folurin e shpesh, si mësuesit, agjentët e shitjeve, avokatët, kanë një frymë të keqe si pasojë e gojës së thatë. Pini ujë që të rregulloni këtë problem. Gjithashtu, duhet të mbani një higienë më të mirë orale dhe të pastroni dhëmbët vazhdimisht për të larguar përfundimisht këtë shqetësim. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos se zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tuaj.